I Komisioni Integrimit nuk quhesh antar, mund të jesh ku dush edhe vend tjetër. Do me thënë që është i komision i dorës dytë që edhe je dhe s'je. Ndërkohë që do shkrihet ai nen sot, do shkrihet. Do ta shkrim atë nenin sot. Dhe ne po I japim, është pika 3 nenit 19, helbet edhe do mësoni. Dhe është shumë e qartë që ne jo po e shkrim. Po e ngrem në nivelin më të lartë që ky komision ka që nga 2005 kur ngrit për herë të parë. Janari 2005 ka qenë propozimi I deputetit Ilir Zela. Aso kohë. Dhe me qenë se e thoni dorës dytë, jam edhe deputeti më I gjatë I këtij komisioni në të këto 20 vite. Me I ndërprerje të shkurtër 2 vite, 2023, 2024, 2025. Dhe këtij komisioni tani duhet I japim peshën që takon. Partia Socialiste e Shqipërisë, Europën dhe punët e jashtme I shef bashkë. Ju ndoshta këto dyja I shihni veç. Sepse edhe fushata e fundit tregoi që ne kishim 2 qasje të kundërta. Ne kishim një qasje ku Europën e kishim në qendër të vëmendjes tonë dhe të objektivit tonë, ju Europën nuk e përmendet, madje edhe diskutimet e sotme treguat që ne kemi pritshmëri të ndryshme. Pritshmëritë e kësaj sallës ose kësaj pjesë së sallës ashtu që I mbyllim negociatat brenda 2029, edhe Marta Kos, edhe Ursula von der Leyen, edhe Antonio Costa mendojnë si ne. Madje edhe një mik I vyer si Manfred Weber mendon si ne. Kryetari, presidenti I grupit I PP-s, ju mendoni ndryshe. Tani ti s'ishe këtu në mars të 2025-s, ti s'ishe këtu. Ne u a tham çdo thoni ju. Edhe ju kështu do thoni edhe në shtator të 2029-s. Një lloj nuk ndryshoni ju. Dhe pastaj fajin ua kemi ne. Prandaj zoti kryetari I kuvendit në respekt edhe të rregullores kuvendit, edhe të praktikës së konsoliduar të këtij kuvendi sa I përket vendimeve, rregulloria është një vendim I rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit, por është kompetencë e plot e sallës kuvendit për të vendosur. Ftoj në respekt sa rregullore të kalojmë në votim në mënyrë që t'i hapim rrugë konstituimit të plot të organeve të kuvendit. Faleminderit gjithëve na vap mbar dhe herë. Faleminderit. Nga opozita do ta prezantojë dikush raportin? Po. Produkt I farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e Shqipërisë nga viti 90 deri sot, pjell e karteleve të drogës dhe organizatave kriminale nuk mund të kishin kur fillim tjetër përveç se këtij që nisët sot duke I shpallur armiqësi dhe luftë të plot. Mbi të gjitha kushtetutës së vendit, librit themelor, por që për ju ka kohë, që është një letër e vdekur e zëvendësuar nga njëri part e këtij fundit nga kodi I mafjes, I drogës dhe I vjedhjes, edhe I bigjozit. Nuk ka fillim me armiqësor ndaj qytetarëve shqiptar që presin që kanë këtë libër si mburojnë e tyre
si mburoj të drejtave të tyre, të dignitetit tyre, të lirive të tyre, dhe që ju sot në një garë të turpshme e shkelmoni atë publikisht, e përdhunoni atë publikisht në parlament me një sadizëm tipik të narkokriminelve. Asgjë s'u pengon ju të kryeni këtë krim të shëmtuar, të shkelmoni kushtetutën e cila ka përsaktuar qartë në nenin 83.2, ku vendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose të 1/5 të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë e të miratoj një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Kurse ata që kanë qenë këtu para jush në rregulloren e funksionimit të parlamentit kanë votuar se për shqyrtimin e propozimeve për ndryshim në rregulloreve ndiqet procedura e parashikuar për shqyrtimin e projekt ligjeve. Po ju s'keni as ligj, as kushtetut, as moral. Ju silli këtu para kamerave, para publikut si një band me rregullat e mafjes. Ju dëgjova të përmendni precedentin, po mashtroni publikun, po mashtroni pa turp. Precedenti ishte konsensus. Por ishte konsensus.